Hyrja në fuqi e rregullave të reja të kodit rrugor duhet i shërbejë sigurisë, jo pasurimit të disave. Që do të thotë, qëllimi ka qenë rikthimi i sigurisë në rrugë. Mbrojtja e të gjithë atyre që përdorin rrugën për të lëvizur, si drejtues mjetësh apo si pasagjer, në mjete private apo ato të shërbimit publik, nga të dehurit kronik, që marrin makinën dhe dalin në rrugë, që kapen një herë, ndëshkohen ose falen, herën e dytë dalin dhe vrasin. Të droguarve, që dalin në rrugë, pasi janë bërë lull, kapen një herë, ndëshkohen apo falen, herën e dytë vrasin. Pikërisht, hera e dytë e daljes në rrugë, qoftë edhe pa shkaktuar vrasje, natyrisht shoqërohet me bllokimin e përjetshëm të patentës. Pra, largimin e përjetshëm të tyre nga rruga. Është e mirë publike kjo. Mbron përdoruesit e përgjegjshëm të rrugës. E në krahun tjetër mbron edhe ata që janë matanë rrugës, fëmijë apo edhe të rritur. Rastet janë shumë, ju është marrë jeta atyre njerëzve. Në krahun tjetër, eliminimi i favorit për të marrë patentën përmes pagesës, tashmë është një element tjetër shtesë që duhet i bëj të përgjegjshëm. Pra, në rastin e shkeljeve rrugore, që shoqërohen me bllokimin e patentës për muaj të tërë, duhet të vlej për të rikthyer sigurinë. Thëm këtë, tani i takon policisë shtetit që t'i zbatoj këto rregulla. Jo elementëve të posaçëm brenda policisë së shtetit për të përfituar nga këto rregulla, për të hyrë në pazar me këta tipa që thyejnë sigurinë rrugore e që shkaktojnë dëme kolosale në jetë njerëzish, po edhe dëme materiale. Ai rrushfeti që i shkon policit, ndonjë polici, shpesh e më shpesh, nuk duhet cënoj, apo nuk duhet dështoj këto rregulla, e mbi gjitha, nuk duhet kërcënoj sigurinë rrugore.